Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Unë jam 39 vjeçe. Kam një shoqe të ngushtë që e kam si motrën time. Jemi rritur bashk në të njëjtën lagje. E kemi ndarë edhe të njëjtën shkollë, edhe pse ajo është pak më e madhe se unë, por nuk ishim asnjë sekret me njëra tjetrën, aq shumë që ishim të lidhura. Ajo u martua, krijoi familjen e saj dhe lindi një djalë. E unë kam qenë aty që ditën e parë kur ai erdhi në jetë. Tani ai djali është 21 vjeç. E duke qenë se unë dhe mamaja ati jemi si motra, ai me ka thënë gjithmonë teze kur ishte me i vogël. Unë e kam llastuar shumë atë fëmijë. E merrja shpesh me vete kur dilja për të bërë ndonjë punë apo për të blerë diçka për veten. E ati gjithmonë i blija lodra, e shetisja, e madje kur u rrit pak i jepja edhe lek, duke mos e ditur as mamaja ati, sepse ati ndoshta i duheshin për diçka. Për mua ai ishte si nipi im. Nuk ishte si të ishte ndryshe. Por vitet kaluan e ai u rrit e u bë burr. E unë dhe shoqja ime nuk e ndërprem kur atë shoqërinë tonë të ngushtë. Akoma vazhdojmë të shkojmë shumë shpesh tek shtëpia njëra tjetrës. Pothuajse çdo ditë pim kafe bashk, ham dreka, e kalojmë orë të tëra duke biseduar. E kështu që unë e shihja djalin pothuajse për ditë. Por kur ai kaloi te 20-tat, filloi të ndryshonte sjelljen ndaj meje. E sa herë që më shihte, niste të më bënte ca ngasmime me fjalë, të cilat në fillim nuk dija si t'i merrja. Sa herë që mamaja ati nuk ishte në dhomë, ai më hidhte fjalë ngacmuese. E unë i thoja gjithmonë: "O çuni keq, mblidh mendjen me këto fjalë, se mua me keteze." Por ati s'ja ndjente fare. "Jo," më thoshte, "ty nuk te kam asgjë. Sa për teze, ta tregoj unë ty." E unë bëhesha merak dhe i thoja: "Sht, po pusho, mos të ndëgjoj kush atë fjalë, po si s'ke turp," e qeshja. E këto lloj bisedash bëheshin shpesh mes nesh. Sa herë që ai dilte në qytet, për qef apo për ndonjë punë, vinte me takonte dhe mua, qofte puna apo tek shtëpia ime. E gjithmonë fillonte me të njëjtat provokime. Nuk më bënte më as përshtypje. E kështu, me kalimin e kohës, u mësova. Me hinin nga njëri vesh e me dilin nga tjetri. E mora si diçka kalimtare, një dëshirë e moshës së tij për të dukur si i madh apo për të bërë shaka të këtij lloji. E isha mësuar aq shumë me ato provokimet e tija, saqë as nuk më ndjente fare. Bëja sikur nuk i dëgjoja, e kaloja biseden tek ndonjë gjë tjetër apo dhe tek puna e tij. E ndërsa një mbrëmje, në orën 10 të natës, unë isha në shtëpinë time, kisha mbaruar të gjitha punët e shtëpisë e isha veshur lirshëm për të ndenjur brenda, sepse nuk e kisha ndërmend të dal, dhe thjesht po shikoja televizor. Më ra telefoni dhe e pash që ishte ai. U bëra merak, sepse ishte ora 10 e mbrëmjes dhe thash mos i duhej ndonjë gjë. "Kam ardhur në qytet," më tha ai. "Kam bler sot një makinë të re. Është makina ime e parë dhe ti e di. Zbrit poshtë të ta tregoj dhe eja të bëj një xhiro." "A je në vete," i thash. "Është ora 10 e mbrëmjes e unë jam bërë gati për të fjetur dhe lëre për nesër. Me mire shoh në dritë me diell, sepse nuk doja që të dilja."
Zbrit tani, vetëm 5 minuta. Unë e di që ti nuk fle heret, kështu që jetë e shohesh se sa shumë ecën, me thaj. E që fëmila stuar, thoje me vete. Unë nuk doja të dilja, por aj mu qep aq shumë e me foli aq gjatë, sa që në fund mu tek edhe mua dhe më mbushi mendjen. Vesha diçka sipër, e mora çelsat e zbrita poshtë. E makina ati e re ishte parkuar pak me poshtë shtëpia ime, e ai hapi derën nga brenda e unë hipa në sediljen e parë. Filluam të bënim një xhiro nëpër qendër të qytetit. Në atë natë të qetë, ku as rrugët nuk kishin shumë lëvizje, e ndërsa ne, për herë të parë, po bisedonim krejtësisht normalisht, e ndërsa ai po me tregonte rreth blerjes. E pyeta se ku kishte bler, sa i kishte kushtuar dhe se si i dukej, sepse unë s'merrja fare vesh nga makinat. Ai ishte shumë i gëzuar që më në fund kishte bler makinën e tij të parë, e më tregonte me detaje për makinën, dhe asgjë në sjelljen e tij nuk më bëri të dyshoja se kishte diçka tjetër në mendje. Ishte shumë më i qetë se zakonisht, ishte akoma më shumë serioz, e ndryshën nga herët e tjera, kur ai bënte ato shakat e tij provokuese. Kësaj radhe, për herë të parë, mund t'i lidhja 2 fjalë me të, pa që nevoja t'i thoja hesht. E teksa po ktheheshim nga rruga kryesore, ai e futi makinën në një rrugës tjetër, e cila të çonte në një lagje pak më larg qendrës, që unë e njihja mirë atë lagje. Pse po shkojmë këndej, e pyeta unë. Kam edhe diçka tjetër për të treguar, më thaj. Dje, kam marrë një apartament me qira këtu pranë. Dua që të rri pak vetëm, të shkëputem pak nga fshati, sepse nuk më rrihet më atje. Ke bërë gjën më të mirë, i thash unë. Je në atë moshë që duhet të mësosh të jetosh vetë e të mbash edhe përgjegjësi. E tani do e shohesh se çka hequr nëna jote duke të larë rrobat tuja dhe enet e shtëpisë, sepse tani ti do i lash vetë, ndërsa ai qeshte. Do i stivoj enet e palara dhe do të theras ty sa herë që do me duhet që t'i laj, me thoshte ai. Po i thoja, po si jo, ashtu mbaj mendjen. E ai ndaloi makinën para një pallati të ri. E fiku e bëri vendin shumë të heshtur. Eja tha, dua që ta shohesh pak nga brenda. Po tani e gjete, i thash, e she sa vajti ora. E kishte vajtur ora 11 e natës. Jo, i thashon, nuk vi lartë. Pse nuk më the që në fillim? Me mire lëm për nesër. Po ç'ke që bën kështu, më thaj. Eja pra ta bëjmë për hajër, ashtu si që do zakoni. E mu tek aq shumë, e me thoshte, vetëm ta shohim 5 minuta, pim nga një gotë ujë si për shtëpitë e re, e pastaj zbresim e të dërgoj në shtëpinë tënde. Mos ma prish qefin këtë herë. Unë u mendova pak, e dija që ishte vonë, por ai u tregua kaq i sjellshëm sa që e kisha të vështirë t'i thoja jo. Dolan nga makina dhe ecëm bashk drejt hyrjes së pallatit, e unë gjitem në katin e tretë. Ai nxori çelsat, hapi derën dhe ndezi dritën e korridorit. E kishte marrë me të vërtet një apartament shumë të lezetshëm. Një apartament të lyer me ngjyra të çelta, e pothuajse i zbrazet pa shumë orendi, e ne hym tek salloni. Shëtita pak nëpër apartament, për të parë edhe më tepër se ç'kishte aty. Shumë e bukur qen, ka, i thashun. Të lumë që e ke gjetur, ta gëzosh dhe të kesh mbarësi këtu. Tani hajde ikim se u bevon e dua të fle. E ai, as janë ndjente se çfarë i thoja. Rri sonte këtu, thoshte ai, e se kam dërmend të shkoj tani e të çoj në shtëpi.
Patjetër, i thash, unë duhet të iki. Me ka vajtur ora, e me të vërtet sot jam zgjuar herët e dua të fle. E ai mbylli derën e sallonit pas meje, e me doli mu përballë. E ato fjalët e tij, ato provokimet që unë i kisha marrë gjithmonë si lojra, në atë moment morën tjetër kuptim. Në atë moment asnjëri nga ne nuk kishte se çfarë të thoshte. Unë kisha pak frikë, e ndërsa ai shihej që kishte shumë emocione. E kur dhe erdhi plotësisht pranë meje, e kur u ofrua plotësisht tek fytyra ime, me dha një puthje në buzë. E unë, çfarë të bëja? Nuk e shtyva, e as nuk i ika nga aty, e as nuk e kundërshtova. Ishte ai që e bëri hapin e parë, e unë vetëm e lash veten të lirë. E putha edhe unë ja 2-3 herë, e pastaj, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.